Është mbajtur protesta në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në moton drejtësi jo politik dhe liri për çlirimtarët, duke bërë thirrje për lirimin e ish-krerëve të UÇK-s. Qytetarët mbajtën në duar flamujt të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të Republikës së Kosovës dhe flamujt të Shqipërisë. Pjesëmarrësit kërkuan drejtësi për ish-krerët e UÇK-s që po gjykohen në Haag: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Shumë të dashur familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa e Shala, vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues të ndërgjegjës njerëzore. Para shumë vitesh, ne të ftofta lufte ishim disa djemë të ri, që nuk dinim nëse do të na çelte mëngjesi. Shumica nuk ishim uniforma, as ushqime të mjaftueshme dhe natyrisht as një siguri për jetën. Por kishim një gjë më të madhe dhe më të vlefshme se të gjitha ato të bashkë. Kishim besimin e pathyer se Kosova një ditë do të bëhej e lirë. Si sot, kur më të bashkuar e më të zëshme se kam pa Kosovën. Në ditën e pavarësisë, na nuk jemi mbledhur vetëm për të shënuar këtë ditë. Jemi mbledhur për të kujtuar një sakrificë, një rrugë të gjatë dhimbje, një çmim të madh lirie. Kjo nuk është vetëm protest. Kjo është ndërgjegja dhe mbështetja që populli i bën bijeve të saj. Pjesë në protest morën edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla, si dhe politikanë dhe shumë figura të tjera publike. Në shesh është i vendosur edhe një mbishkrim i madh me moton drejtësi jo politik, i shoqëruar me fotografitë e 4 të akuzuarve, të cilët prej më shumë se 5 vitesh po përballen me proces gjyqësor në dhomat e specializuara në Haag.